Me që të ndëruar, ju përshëndes edhe një herë, shpresoj që po kaloni mirë në këto ditë të nxehta. Të mërkurën, mbasi dola nga puna dhe përderisa po shkoja në shtëpi, rastësisht e pash në mediat sociale se Kojshia Show e kishte vendosur debatin ndërmjet Hoxhës Jahir Beqiri dhe Luiç Perkaj edhe e dëgjova, të them të drejtën, fillova të dëgjoj përderisa po vëzësja makinën dhe pastaj erdha në shtëpi dhe e dëgjova të tërën. Edhe pastaj në ditën tjetër disa persona më kanë dërguar disa klipe, videoklipe të shkurtra të këtij debati edhe desha thjesht që të marr disa minuta në këtë video edhe t'i them disa gjëra se çka mendoj për atë debat që u bë në Kojshia Show nëpërmjet këtyre dy personave. Unë personalisht nuk e njoh as Hoxhën Jahir Beqiri dhe as Luiç Perkan. Me Luigjin kam folur disa herë live kështu në mediat sociale, por nuk e kam takuar, nuk kam takuar asnjëherë, kështu që asnjërin nuk e njoh kështu personalisht. Mirë, po dua t'i them disa fjalë për Luigjin në bazë të asaj që kam parë dhe që kam dëgjuar. Unë sinqerisht e çmoj zellën e tij që ai ka për të shpallur të vërtetën, e çmoj dashurinë e tij për kombin shqiptar, për njerëzit shqiptar, e përgëzoj në fakt për studimet që ai ka bërë, sidomos lidhur me Islamin edhe Kur'anin, edhe vërtet jam i bindur se ai është i din kogje mirë këto gjëra dhe është i përgatitur. Këto janë gjëra që vërtet i çmoj dhe i respektoj lidhur me Luigjin. Mirë, po sa i përket këtij debati, më duhet të them se ai vërtet ka mundur të bëjë diçka shumë më të mirë me këtë mundësi që ai kishte. Mirë, po e ka humbur sipas mendimit tim, e ka humbur një mundësi shumë të mirë. Edhe dua t'i përmend 3 gjëra që mendoj se i mungonin Luigjit në këtë debat dhe shpresoj që ndoshta edhe Luigji mund ta dëgjoj këtë video dhe t'i jap mendimet e tij, stish më t'rregoj se çka mendoj. 3 gjëra që mendoj se i mungonin në këtë debat, sidomos nga ana e Luigjit. Unë mund të flas për Luigjin sepse ai është i krishterë, unë jam i krishterë dhe i kemi gjërat e përbashkëta shumë. Së pari mendoj se Luigji në vërtet e shfaqi një mos respekt dhe jo dashuri shumë të madhe ndaj Hoxhës. Dhe për mendimin tim kjo u vrejt qysh në fillim kur ata përshëndeten një tjetrin. Si të krishterë, ne absolutisht duhet që të shpallin të vërtetën me plot guxim, me plot këmbgulje, nuk duhet që të bëjmë kompromis kur jemi duke folur për të vërtetën. Por gjithashtu Bibla na thret që ne ta bëjmë këtë gjë me butësi dhe me druajtje, me dashuri. Folni të vërtetën me dashuri, Bibla na thot. Tek ne Pjetrit kapitulli 3 vargjet 15 dhe 16, shiqoni çka na thot. Madje shentroni Zotin Perëndin në zemrat tuaja dhe jeni gjithë një gati për të përgjigjur në mbrojtjen tuaj kujdo që ju kërkon shpjegim për shpresën që është në ju, por me butësi dhe me druajtje, duke pasur ndërgjegje të mirë që kur t'ju padisin si keqbërës, të turprohen ata që shpifin për sjelljen tuaj të mirë në Krishtin. E shihni çka në thot Pietri këtu, po jeni gati që t'jepni përgjigje, t'jepni arsye, argumente për shpresën që ju keni, për besimin që ju keni, por ta bëni atë me butësi dhe me druajtje, me butësi dhe me druajtje. Kjo fjala druajtje, ka fjalë mund të thuhet gjithashtu me respekt. Në këtë debat me atë që unë e pash, nuk pati butësi dhe nuk pati druajtje apo respekt ndaj Hoxhës nga ana e Luigjit. Ai ndërhynte vazhdimisht, bërtiste, në disa raste edhe në fakt ofendonte me fjalë, kështu që nuk tregoi respekt dhe dashuri për Hoxhën. Sjellja e Luigjit, për mendimin tim, sjellja e Luigjit me Hoxhën nuk ishte një sjellje e mirë në Krishtin.
Kjo është gjëja e parë që desha të them. Gjëja e dytë që mendoj se u pa në këtë debat ishte se Luigi shfaqi më shumë krenari se për ullësi në këtë debat. Nëse keni parë debatin, shumë shpesh Luigi thoshte sillni më shumë hoxhallar, silli edhe 10 të tjerë, mund bëj debat me 10 veta, përsëriste këtë gjë vazhdimisht. Kjo nuk është një sjellje e krishtere. Edhe njëherë si që na thot Pietri, t'japim arsye, t'japim argumente me butësi dhe me respekt, me dashuri. Unë besoj se Luigi është në gjendje, vërtet besoj që është në gjendje që ndoshta të bëj debate edhe me 10 hoxhallar të tjerë së bashku, sepse i ka shikuar këto gjëra dhe është i përgatitur. Por a është kjo diçka që për cilën ne duhet krenohemi, duhet lavdrohemi? Jo as pak. Si të krishterë, Bibla thot se çka do që ne kemi marrë si dhurat nga hiri i Perëndis. Nuk është që ne jemi më të mëshëm se dikush tjetër, ne jemi më të aftë se dikush tjetër, njerëz të tjerë. Ne jemi çka jemi, si sot Pali, për shkak të hirit të Perëndis. Nuk duhet lavdrohemi për asgjë. Gjithçka që ne kemi vjen nga Perëndia, njohuria që ne kemi. Nëse dim të bëjmë debat, nëse mund të fitojmë debate, argumente, nuk është për shkak se ne i kemi arritur këto gjëra nga fuqia jonë. Gjithçka që ne kemi është dhurat nga Perëndia, është dhurat nga hiri i Perëndisë, kështu që nuk ka as pak vend që ne të krenohemi. Ne duhet të bëjmë këtë gjëra me përullësi, duke e falendëruar Perëndin që na ka caktuar neve, na ka zgjedhur neve që të kemi mundësi që ta ndajmë të vërtetën e tij. Është një privilegj, nuk është diçka që ne duhet të lavdrohemi, të krenohemi se sa shumë unë e di, apo se sa persona unë mund të fitoj në debat. Kështu që ajo çka unë e pash në këtë debat ishte se Luigi vërtet nuk tregoi shumë për ullësi, por më shumë shifej krenaria e tij. Kjo ishte gjëja e dytë. Së treti, edhe këtu mund të jem gabim, e kuptoj që mund të jem gabim, edhe nëse jam gabim, luaj kërkoj falje sepse unë vërtet nuk e njeh, nuk e di atë se çka ti ke në zemër, por flas në bazë asaj që kam parë dhe Jezusi, Bibla thotë që ne do t'i njohim njerëzit përmes frutave të tyre, por sido që tjetë mund të jem gabim. Në bazë të asaj që pash në debat, më duk se qëllimi i Luigjit për të shkuar në debat ishte që ai të fitonte argumente apo të fitonte debatin, jo që ta shpallte ungjillin që ne si të krishterë e dim që është udha e vetme përmes të cilët njerëzit mund të shpëtohen nga mëkati, mund të shpëtohen nga fera dhe mund të pajtohen me Perëndin. Dhe kjo ndoshta ishte gjëja që vërtet më trishtoi më së shumti në këtë debat. Si të krishterë, ne kur nuk duhet të harrojmë se kur flasim me një person që nuk është i krishterë, i biblik, nuk është i krishterë biblik, ne jemi duke folur, duke u ballafaquar me një person që është sklav i mëkatit, është nën kthetrat e Satanit, është i mashtruar, i gënjeshtruar nga Satani, edhe është duke shkuar drejt vuajtjeve të përjetshme në liçenin e zjarrit. Këtë duhet ta mbajmë mend kur flasim me njerëz që nuk janë krishterë. Kjo është çka ne duhet të kemi në mend. Kjo është syri me të cilin ne duhet të shikojmë njerëzit. Këtu unë them se edhe vetë unë jam fajtor sepse shpesh flas me njerëz që nuk janë krishterë dhe shpesh e harroj këtë gjë. Që jam duke u ballafaquar me një person që është në një gjendje absolutisht të tmerrshme. Edhe duhet të shikojmë njerëzit me këtë sy. Edhe përderisa flasim me ta, ne duhet të bëjmë gjithçka që mundemi që t'i përgjërojmë ata nga thellësia e zemrës tonë, ndoshta edhe me lëtë në sy që ata të kthehen tek e vërteta, ta pranojnë të vërtetën dhe të shpëtohen nga kjo gjendje vërtet e tmerrshme. Nëse kjo nuk është qëndrimi ynë ndaj njerëzve, kjo është, unë mendoj se ne duhet ta kontrollojmë zemrat tona para se të flasim apo të debatojmë me njerëz kur vjen fjala
debate për Perëndin? A është qëndrimi im që ta shoh këtë person duke e kuptuar të vërtetën dhe të hyrë në mbretërinë e Perëndis? A e shohin personat në këtë gjendje? Luigi është dashur ta mbaj mend se personi me të cilin ai po debatonte është vërtet në një gjendje të tmerrshme dhe ka nevojë për përgjërim, ndoshta me lutje, me lëtë në sy që të kthehet tek e vërteta. Një analogji që më pëlqen ta përdori për këtë është, imagjinoj sikur ti je duke folur me një person që e ka një kancer, vdekje prurës, edhe i kanë mbetur vetëm 3 ditë për të jetuar. Edhe ti je ai personi që e ke ilaçin, që nëse ky person e merr këtë ilaç, do të shërohet brenda ditës. Edhe tash, çka do të bëje ti në këtë rast? Çka do të bëje në këtë rast? A do të fokusohesh vetëm që të flasësh se sa i keq është kanceri? Apo a do t'i flasësh ti gjithashtu që do ta lutesh atë që ai ta merr ilaçin që ti ke. Edhe nëse ti sjell fakte se sa i keq është kanceri, e sa dëme se si sjell vdekje gjithashtu. Edhe nëse e bjen personin ku e bind se kjo është realiteti i kancerit, prap nëse nuk e ke bindur që ai ta merr ilaçin që e shëron atë, atëherë ti nuk e ke përfunduar punën tënde. Edhe ajo se çka më duk se vlla Luigi bën në këtë debat është që ai vetëm më fokusuan atë se sa gënjeshtar, sa mashtrim është religioni islam, mirë për nuk dha as pak ilaçin e shërimit nga kjo krishtrimin, ungjillin e vërtet biblik. Nuk u fol shumë për ungjillin, nuk fol më shumë se vetëm sa i keq islami është, por nuk u shpall e vërteta për ungjillin. Kjo mungoj. Kjo mendoj se mungoj në këtë debat gjithashtu. U fol për shumë gjëra. Por jo për ungjillin e Krishtit. Pali tek ne Korintasve 2:2 shiqojnë çka thotë, edhe unë o vëllezër, kur erdha te ju nuk erdha me shkëlqim fjalësh, a me detyrie, që t'ju shpall dëshminë për një, sepse e vendosa që të mos di tjetër gjë ndër ju, veç Jezus Krishti dhe atë të kryqëzuar. Sa rëndësishme kjo. Pali dinte shumë gjëra, ai ishte argumentues shumë i mirë. Ai hynte nëpër sinagoga edhe i zinte edhe judenjët ngushtë me argumentet e tij. Por çka thot? Unë vendosa, kur Pali shkoi te Korintasit, cilët ishin aq idhujtar, kishin më shumë zota në shtëpitë e tyre se sa buk në shtëpi që kishin. Pali thot, kur ai shkoi tek ta, unë vendosa që të mos di tjetër gjë ndër ju, veç Krishtit edhe atë të kryqëzuar. Kjo është çka ne duhet të mbajmë mend. Vlla Luigi nuk pa shumë fokus, të them të drejtën, nuk pa shumë fokus nga ona jote në Krishtin dhe atë të kryqëzuar. Kishe një mundësi shumë të mirë që ta ndash ungjillin jo vetëm me Hoxhën e nderuar apo me Sadriun aty apo edhe me Bacin Maliç që erdhi më vonë, por të gjithë personat që ishin prezent aty në studio, edhe qindra e mijëra të tjerë që do ta shikojnë këtë video në ditët në vazhdim, e muajt e vitit në vazhdim. Kishe një mundësi shumë të mirë që ta sjellësh dritën e ungjillit të Krishtit. Kjo është çka ne duhet të fokusohemi, por kjo është diçka që vjen nga zemra. Nëse ne thjesht shkojmë me qëndrimin vetëm për të fituar debat, vetëm për të marrë lavdinë e njerëzve, se unë isha më i mëshëm se personi që po debatoja, atë ne harrojmë realitetin se për çka jemi thirrur që të bëjmë. Kështu që mos të harrojmë se thirrja jonë si të krishterë është që ta shpallim të vërtetën, jo vetëm ta shpalusim gënjeshtën. Thirrja jonë është që ne të sjellim ilaçin e shërimit shpirtëror, jo vetëm të flasim për smundjen shpirtërore që njerëzit kanë. Mos ta harrojmë këtë. Tash unë e di që siç duket, nuk jam i sigurt, por ky ishte debati i Luigi, debati i parë në televizion, edhe i kuptoj emocionet, i kuptoj ndoshta se ndjenjat e gjëra këtu, kështu që besoj që nuk është e lehtë që dalësh në debat. Unë nuk e kam bërë ende kështu
në një televizion apo diçka, por e kuptoj ndjenjat, e kuptoj se është vështirë, por shpresoj që kjo na ndihmoj, gjërat që i thash na ndihmojnë pak që ta mbajmë fokusin aty ku duhet. Edhe të lutemi që Perëndia na përdor në raste të tilla që ta sjellim të vërtetën e Ungjillit tek njerëzit, i shikojnë njerëzit si njerëz, si krijesa të Perëndisë që duhet nxjerrur nga zjarri i përjetshëm. Kjo është që ne duhet mbajmë mend. Kaq kisha për këtë debat, mendimet e mia për këtë debat. Ju falenderoj gjithëve edhe Zoti ju bekoft.